Me një manifestim solem në hapësirat e restorantit Sidney në Gostivar, Alianca për Shqiptarët, respektivisht Asambleja e Gruas pranë lëvizjes për reforma PDSH dhe Forumi i Gruas i RDK-s kanë shënuar 7 marsit ditën e mësuesit, me që rast janë përkujtuar dhe nderuar mësueset e arsimit shqiptar që në vite, pavarësisht nga vështirësitë e kohëve, dha një kontribut emblematik për edukimin e brezave të nxënësve studentëve në Gostivar dhe rrethin. Pas interpretimit të himnit kombëtar dhe referatit dedikuar shkollës së parë shqipe, të pranishmeve u është drejtuar Afërdita Amsi, kryetare e Asamblesë së Gruas në lëvizjen për reforma PDSH. Të nderuara e të respektuara mësuese, kudo që jetoni e punoni, gëzuar 7 marsin, ditën tuaj. Në këtë ditë ne ju nderojmë për punën e kontributin tuaj të madh që keni dhënë, jepni e do të jepni për mësimin e gjuhës tonë, të pastër shqipe, të asaj gjuhë që na e la amanet të parët, dhe detyra jonë është ta përcjellim ashtu të pastër tek brezat e ardhshëm. Më pas të pranishmit i ka përshëndetur kryetarja e Forumit të Gruas së RDK-s Bukurie Gashi Iseini, e cila duke vlerësuar lart rolin e mësuesve shqiptare në edukimin e gjeneratave të reja, ka thënë se ai ishte jetik si për ruajtjen dhe forcimin e identitetit kombëtar të gjeneratave të reja, ashtu edhe për ruajtjen dhe zhvillimin e gjuhës amtare. Si mësuese e parë në Gostivar, që kontriboi shumë në emancipimin e femrës shqiptare, të cilës ju përkushtua edhe libri me të njëjtën emër nga arsimtari Rasim Gashi, ishte Liri Ekmekqiu, e cila kishte ardhur bashkë me bashkëshortin e saj Hysniu. Ata kishin kryer normalen e Elbasanit dhe vullnetarisht kishin përzgjedhur Gostivarin. Vitin tjetër, asaj u bashkangjitën 2 mësuese të tjera, Elena Pullati dhe Krisfagji Niko. Përveç Gostivarit, u hapën edhe shkollat periferike në fshatin Debresh, Vrapçisht, Dobërdoll, Gradec, Pirok, Zdunj, Raven, Vërtok, Reçan, Duf, Jollovc, Banjice Epërme, Banjice Poshtme, Llakavic, Turqani Madh, Çaj, Forin, Çegran dhe Balindov. Art ato që kryetara e Asamblesë së Përgjithshme të Gruas pranë lëvizjes për reforma PDSH, mësueset shqiptare i ka cilësuar si heroina, të cilat ditën të bojnë balë stuhive që frinin nga anë të ndryshme. Shkolla e Varshave, e cila u hap 4 vite më pas, në tetor të vitit 1891, përbën një ngjarje të rëndësishme në historinë e gjithë arsimit kombëtar. Këtë shkollë në manastir e hapën motrat Qiriazi, të cilat u kthyen të ndikuar mjaft nga Naim Frashëri, të cilën e kishin takuar gjatë studimeve të tyre në Stamboll. Ato shkruan tekste shkollore, skeqe, dhe pas kongresit të manastirit në vitin 1908, e shkruan këngën Shkronjat tona. Jam e sigurt se këtë këngë, edhe ju mësuese të nderuara, a keni mësuar nxënësve tuaj. Shumë shpesh fshehu razinore të mësimit, atëherë kur duhej mësuar këngë për heroizmin e popujve të tjerë, dhe asnjëherë për të kaluarën e popullit shqiptar. Ishin këto kohra të heroizmit të mësueseve tona, të cilat janë dhe do mbeten heroina që i bën ballë stuhive që frynin nga anë të ndryshme. E pranishme në manifestim në kryetarja e lëvizjes për reforma PDSH, Vlera Bytyqi Jupi, ka vlerësuar jashtëzakonisht shumë këtë organizim që siç tha fisnik, sepse po përkujton punën fisnike të njerëzve që edukuan një kombë të tërë. Ne me të vërtet kemi nevojë të mblidhemi, të flasim dhe debatojmë. Unë nuk prisja ta marr fjalën sot, por është një atmosferë e cila gëlon me fisnikërinë dhe mrekullinë që ju e rezatoni si mësuese. Edhe nëna ime ka qenë një nga mësueset e para, edhe atë në Pollok, së bashku me babain tim, shumë mirë e di çka do të thotë ti jesh mësuese, edhe më mirë e di çka do të thotë ti jesh fëmijë i një mësueses. Në fund, nga ana e organizatorëve janë nderuar me mirënjohje gjitha mësueset e Gostivarit me rrethin, në shenjë falënderimi për punën e tyre të palotshme drejt edukimit të gjeneratave të reja brez pas brezi. Në kuadër të këtij manifestimi është zhvilluar dhe një program modest kulturor artistik.